pjesë, kur gjatë gjithë kohës ndoshta bën thirrje që të ushqemi shëndetshëm, të ushqemi me ushqime bio që mbase I gjejmë në bashkë tona në përgjithësi, edhe po të njëjtën kohë. Ka, Lena ka thonë që ka. Nëse vazhdon I gjejmë. Kur don me u arsyetu. Unë është me drejtësia, jo sot për me është zhvillim sipër bujqësia, është zhvillim sipër prej profesionistëve. Ka plot profesor të universiteteve vendore dhe që vinë edhe investitor. Biles mendoj që jashtëzakonisht tepër shumë investohet në aspektin e bujqësisë në Kosovë, po problemi është që nuk është rregulluar komplet kështu me legj kjo organikja bio. Prioritet jepet çmimit të shitja, edhe normal na nuk e kemi atë kulturën me bos zgjedhjet. Kur jemi te çmimi edhe te luksi, unë kisha dash me thonë që nuk është problemi te çmimi, po është te zakonet. Shëndeti jonë, mirëqenia jonë shëndetësore është përgjithësi e trupit tonë, është përgjithësi vetëm e jona. Po edhe kuleta është përgjithësi e jona. Mirë, po nuk bën me pa si shpenzim, po duhet me pa si investim. Sepse kjo kuleta në momentin që bëhet me investu për shëndetin që ti e ke lënë mbrapa, atëherë kushton pak më shumë. Në ditët e sodit, për shembull, me protokollet e reja, sidomos me vetëdijsimin pas pandemisë njerëzve, asnjë mjek, domethënë as mjeku familjar, ty nuk ta diagnostikon një sëmundje ose as një virus pa I bo, moj me thënë analizat bazë, që edhe që ato po kushtojnë kogja shumë. Kështu që nëse do me bo një check-up, ka me të kushtu bajegi shumë. Më thamë, mos flasim nëse do me bo një qëndechmë. Jam çdo herë këto që e tha Dilara, më ushqy me ushqime tradicionale, sezonale edhe vendore. Mundet me thënë dikush tash s'ka kur gjo sezonale, a mor shumë gabim, sepse nëse kemi ditë me shfrytzu çdo sezon mi rujt, mi konzervu ushqimet, atëherë edhe tash kemi ushqime mjaftueshme, që normal edhe te garderoba, edhe te çdo sen, edhe te makinat, edhe te çdo sen njët, luksin, në më thonë s'ka kufi. A bëdem për shembull, mundesh me jetu pa flok, po mundën me jetu... Ka jetu njerëzit ma herët pa flok, po që tash 80% njerëzve Valmira I ka bo me flok. Prit ta thëmë, që një 80% njerëzve I ka bo Valmira me flok. E kështu sfida është tash mja vek na 2 barka. Edhe pak po me koni interesant me koni qenë. Do të me lidhë të dyja, me flok edhe me trup. Ku shkon trupi mirë pa flok. Faktën, domethënë të pjesa e sa ndikojmë të shëndeti mendor, I lirojmë do të thotë e fitojmë një rikthim vetbesim, një pamje fizike më të bukur, më të mirë, më të hijshme, edhe të pjesa që me të vërtetë dikush që ka pas një kompleks mos pasjen e flokëve do të thotë, ose e ka pasi kompleks rramjen e flokut, atëra I ka kalu në fazat e depresionit ose të ankë. Për ata e thash Valmir që ti 80% njerëzve I ke bo me flok, kështu që tash sfida është të nami avek barkat. A moralisht njerëz kanë jetu ma herët. Më thonë edhe ka flok, se kanë pas mundësi, po tash normal që për mirëqenjen tonë, edhe fizike, edhe shëndetësore, bojnë një investim tillë edhe gjejnë sidjen. Ideal që është aty këtë pjesë, luks apo realisht diçka e domosdoshme të pas parasysh? Është luks, me bë me këshyr pjesën e qytetarëve që fikan. Ideali të thotë është muzika. Jo, vetëm me bë dallimet. Po, është njerëzit nuk I kanë këtë rëndët me bëj jetën luks me hongër ushqime të veçanta.